Nderuar miq, ditën e sotme në Maqedoninë e Veriut në Shkup, studentët shqiptar të tre universiteteve protestojnë për të drejtën e tyre për zhvilluar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, një problem i mbartur që filloi vitin e kaluar, pati edhe një peticion, pati edhe disa qëndrime të forta, por deri tani nuk ka pasur asnjë reagim, pavarësisht se kryeministri Mickovski ka deklaruar dje se do të gjendet një zgjidhje, por gjithmonë është munduar ta anashkalojë. Për të folur për protestën dhe çfarë mund të sjellë ajo, sot kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Bashkim Selmani, profesor universitar. Profesor, përshëndetje edhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe falënderimi të takon dhe juve. Faleminderit profesor, ju jeni zë i fortë, keni ngritur gjithmonë zërin me shkrime, me opinione, me daljet mediatike për këtë problem, për problemin e gjuhës shqipe, të shqiptarëve atje, madje nga gjuha deri tek shpërndarja e taksave, edhe shumë çështjeve të tjera që i shqetësojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut si shtet formues. Por protesta e sotme ndoshta prap po shkojmë tek studentët, ata që nuk e bën prindit e tyre, po e bën ata. Është fakt se mos lejimi i juristëve shqiptar që t'japin provimin e gjyqësarit në gjuhën shqipe përbën shkelje të drejtë për drejtë të drejtave kushtetuese, ligjore, si dhe standardeve europiane që cënon parimin e barazisë real në sistemin e drejtësisë në RMV. Kjo është vetëm një indikator me të cilën shpreh qëndrimin anti-shqiptar qeveria e Maqedonisë, jo vetëm kjo qeveri, por fatkeqësisht institucionet e saja gjithmonë defokusojnë problemin real. Maqedonia ka problem me bullgarët, me fqinjet të tjerë, dhe asnjëherë nuk ka pas problem me shqiptarë. Mirë po, maqedonasit dhe politika maqedonase, po ashtu dhe institucionale, gjithmonë nacionalizmin e kanë shprehur duke i goditur shqiptarët. Edhe sot e kësaj dite, kur Maqedonia përballet me borxhin publik shumë të lartë, kur përballet me krimin dhe korrupsionin, kur përballet me problemin e defokusit të rrugës europiane, sepse vetë shprehja e kryeministit tha se ne nuk kemi nevojë për Europën dhe mund presim edhe shumë decenije, gjë që alarmon kombi shqiptar dhe bashkëtesën në Maqedoni, sepse ne gjithmonë kemi qenë viktimë e tolerancës ndaj pushtetit Maqedonas. Ne ishim dëm kolateral që pritëm ata të zgjedhin emrin me Greqinë, që u dëmtuan në aspektin material, po ashtu do shihni zërat më të mëdha që ne ishim kur maqedonët protestonin kundër NATO-s, ne ishim zë më i lartë për të aderuar në NATO. Dhe çfarë ndodhi? Dhe sot ne jemi pjesë e NATO-s, mirë po fitoi gjuha maqedone, sepse ajo është zyrtare në nivelin e brendshëm në nivelin ndërkombëtar. Pjesa e dytë, e gjitha politika e përgjithshme nacionaliste maqedonase i godet në forma të ndryshme shqiptar dhe i paraqet ata si rrezik duke anashkaluar problemin real. Dhe pikërisht prekja e këtyre elementeve që janë bazike për arsye se e drejta e gjuhës e drejtë natyrore. Ajo nuk varet nga sistemi do të lejoj apo nuk do të lejoj. Dhe kjo ka bërë që në shumicën e rasteve sot ne nuk flasim vetëm për një provim të gjithësisë, po flasim për një çështje thelbësore, a lejohet një student të dëshmojë dijen e tij në gjuhën anëtare apo jo. Kjo nuk është pra kërkesë politike, kjo nuk është standard bazë barazisë dhe drejtësisë, por pse jemi sot këtu, pra pse do të jemi sot në Shkup? Shtrohet pyetja. Kjo është vetëm një nga indikatorët me të cilën me të drejtë shqiptarët duhet të jenë gjithë në këmbë dhe të sqarohen. Duan këta bashkëjetesë apo jo? Ne ua kemi afruar bashkëjetesën dhe në shpinën dhe korrizin e shqiptarëve, duke viktimizuar veten, sepse ju e shihni decenien e fundit, gjithmonë nacionalizmi institucional është shumë agresiv, ndërsa toleranca dhe politika shqiptare është jashtëzakonisht toleruese dhe nuk kemi pasur elemente që gjendet një mesatare. Ne jemi vetëm një kombë që gjuhën e kemi fituar me gjak dhe të drejtat me gjak, dhe sot kemi humb identitetin kombëtar, që fatkeqësisht, sidomos këto 6 muaj të fundit, institucionet jo vetëm që nuk lejojnë gjuhën shqipe,
në asnjë mënyrë. Mirë po neve na irriton më shumë përmbuzja dhe cënimi i dinjitetit kombëtar, dhe unë besoj që motivi bazë i këtyre studentëve dhe joni i përbashkët është përbuzja dhe cënimi i dinjitetit dhe mosnjohja e të drejtës kombëtare, sepse këto vazhdimisht kanë provokuar ndjenjen kombëtare sa mund të durojnë shqiptarët. Orç Balanseri, që është i fituar me marrëveshjen e garantuar europiane, po ashtu goditet Bandeteri, gjykata kushtetuese ne pam kryetari i saj se çfarë mlefi nacionalist shprehi individualen, dhe kjo është një pjesë me të cilën mua më vjen shumë mirë që shkolla jonë dhe puna jonë bëri që juristët shqiptar të protestojnë. Sepse gjithmonë në Maqedoni politika ka bërë punën e vete, mirë po nuk arriti marrëveshjet politike të jetësojnë në ligje. Dhe unë shpresoj që këtë bim i sotshëm vetëm është një indikacion të shpreh dhe të dëshmojnë, sepse nuk janë vetëm politikanë që janë të kapur dhe që i shërbejnë kësaj të keqe të përbashkët, por ka dhe një pjesë elitare, siç janë studentët që kanë mendime të kundërta dhe është një kategori e pastër që as nuk mund të komprometohet, as nuk mund të abuzohet, siç janë komprometuar, abuzuar për çështje të caktuara politika dhe politikanët në Maqedoni. Dhe unë besoj që duhet të dalin disa të drejta dhe detyrime nga ky tubim dhe shpresoj që drejt për së drejti pushteti dhe qeveria ta kuptojë drejt, sepse shqiptarët nëse nuk do të trajtohen drejt dhe mirë nga kjo qeveri, dyshimi se edhe në marrëveshjen e orit është paraparë që në rast se 20% se është bën një kompromis mes pagëzimit të shqiptarëve 20%, thot në rast se ata nuk do të jenë të kënaqur me aparatin shtetëror, ato kanë të drejtën e bashkangjitjes me një aparat tjetër shtetëror. Me thonë një aparat tjetër shtetëror, nëse nuk të vjen. Është shkruar kjo në marrëveshjen e Ohrit, pra për ta thënë në shkurt, nëse janë të pakënaqur nga autoritetet, nga qendrimi, nga bashkëtesa aty si shtet formues me Maqedoninë, mund bashkangjiten me një tjetër i bie me Kosovën ose Shqipërinë. Po mundet edhe me Greqinë tjetë, nuk e di, nuk e... Po e kam fjalën, po marrë shembull. Po dakor, kuptohemi mirë, po ne kështu është problemi. Marrëveshja e Ohrit e ka të shkruar. Marrëveshja e Ohrit e ka të shkruar gjithçka, rolin dhe funksionin e kombit shqiptar si shtet formues. Si shtet formues. Sqarohemi nga pjesa e tolerancës shqiptare që fillova bisedën në fillim. Me thënë marrëveshja e Ohrit i ulen në tavolinë dy palë të barabarta, palën shqiptare dhe palën maqedonase, në shtetëformësinë e barabartë të tyre, sepse paraprakisht kishte mosnjohje të shqiptarëve në inkuadrimin e sistemit institucional, nuk lejohej gjuha shqipe, nuk lejoheshin universitetet dhe kështu me radhë. E tash marrëveshja e Ohrit ishte element bazë me të cilën duhet të njiheshin 4 elementet bazë: shtetëformësia, bashkëbarazia, bashkësovraniteti dhe bashkëveprimet e tjera që drejt së drejti fillonte në institucionet policore dhe në institucionet gjyqësore. Mirë po, integrimet ose pjesa e intrigave të maqedonase bën që nëpërmjet ligjit ti bllokojnë këto marrëveshje. Por edhe shqiptarët kemi qenë të pakujdesshëm, sepse aty nuk ka pas jurist apo nuk ka pasur përpilues të marrëveshjes, por vetëm ka pasur nënshkrues. Unë ju tregoj vetëm një rast. 4 vite Parlamenti i Maqedonisë, deputetët shqiptar, me një fjalë është në gjuhën maqedon ti drejtohesh dhe të flasësh. Gjuhë maqedon është obrati dhe zborohesh. Dhe këto disa talleshin me deputetët shqiptar derisa unë kam reaguar, ju lutemi, interpretim gjyqësor nuk duhet të jepet marrëveshjes së Ohrit, sepse nuk ekziston interpretimi gjyqësor, ka vetëm interpretim gramatikor. Me thënë, është një varg problemesh e nacionalizmit që fshehet në implementimin dhe realizimin e ligjeve që ne fatkeqësisht shqiptarët kemi qenë të defokusuar dhe intrigat maqedonase të drejtat që bunonin nga kjo marrëveshje, ato i kanë minimizuar. Dhe prandaj flas që tani më puna jonë e profesorëve, pedagogëve, juristëve ka bërë që drejt për drejti të kuptojmë se të drejtat natyrore nuk jepen, nuk dhurohen. Gjuha shqipe ka përjetuar shekuj e shekuj, okupatorë të ndryshëm kanë mbijetuar
Dhe o ki problem barë kombëtar, nuk është si studentëve, mirë po studentët janë indikator të cilët drejt për së drejti u mungohet, u ndalohet të shprehin dijet 4 vjeçare që marrin në universitete. Unë kam thënë edhe studentëve, dhe vazhdoj edhe sot dhe jem në debate televizive, dhe me thënë të përmblidhet të gjitha ligjit, të gjitha përgatitjet profesionale, siç janë specializimet mjekësore, siç janë çështjet e farmacisë, licencave, të gjitha këto jepen në gjuhën maqedone. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë, po është mirë që kërkohet nga juristët. Ne i themi provimi i jurisprudencës ose gjyqësarit, mirë, por kjo në vete duhet të përfshi provimin e përmbarimit, të noterisë, të ndërmjetësimit dhe kështu me radhë. Janë një bark segmentesh dhe prandaj unë e shoh vetë me zgjidhje që studentët insistojnë që të ndikojnë edhe te partitë politike shqiptare, që ne duhet të tërhiqemi nga kjo baza e durimit politikës ofenduese, fyese në shqiptarëve, dhe të sqarohemi paralelisht një trijës trumbëllakët se si duhet të vazhdojmë më tutje, do të godasin shqiptarët në emër të bullgarëve dhe serbëve, apo ekziston diçka që është e Serbisë dhe ajo insiston me çdo kusht që ta dëmtojë pozitën e shqiptarëve në përgjithësi. Profesor, ne kemi folur dhe 2 herë të tjera për këtë çështje, por për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, ju e thatë pak më lart që problemi politikës ishte që marrëveshjet politike nuk e kthyen në ligje. Tani, ekziston një ligj për këtë që po protestohet sot, apo Mickovski ka drejt kur thotë që shiko, ne këtë do i drejtohemi Komisionit Venecias, apo ai po e zvarrit me qëllim këtë? Dëgjoni, ne jemi më 3 decenije gati në këtë përbuzje dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për të mbrojtur atë pjesën e esencës maqedonase, ata në shprehje paraqiten si demokrat, e para është se ata fillimisht kur erdhën në pushtet erdhën për ta dërguar shtetin në Bruksel, por këtë kanë dërguar në Beograd. Dhe pikërisht të goditjet që u bëhet shqiptarëve, unë nuk besoj që maqedonasit e bëjnë drejt për drejt, pa janë ndikimet nga Beogradi që duan të prishin këto raporte dhe po provokojnë durimin e shqiptarëve, dhe pjesa që ka të bëje me pranimin, ju e patë edhe gjuha shqipe ishte në Komisionin e Venecias e kështu me radhë, dhe kjo është ajo pjesa me të cilën ne nuk jemi pakic, dhe gjuajtja ose minimizimi i këtyre elementeve që po ndodh aktualisht që përplasin maqedonasit, sepse ato trajtojnë shtetin si unitar maqedonase dhe gjithçka që është maqedonase dhe shprehen si të atill. Dhe nga ana tjetër ata nuk analizojnë se kush e mbushën buxhetin dhe sa përqindje. Mirë po është problemi i juristëve shqiptar, të cilët dhe politikës shqiptare që nuk arritën të prekin elementin e bashkësovranitetit. Parasysh se neve na udhim me pakicat e tjera, por ne nuk e kemi argumentuar se ne administrojmë mbi 15 komuna, kemi pozitë gjeografike dhe kështu me radhë, dhe thjesht mund të themi se ka qenë një dështim juridik. Për shembull, kur lind fëmia, regjistrohen, dhe është martesor. Nëse shqiptarët në Maqedoni nuk arritën që të regjistrohen në kushtetut me elementet e sovranitetit shtetit dhe të ishin pjesë e sovranitetit, dhe kjo ka bërë të vështirë tani le hapësirë që edhe kriministrat, edhe ministrat, edhe politika shqiptare ta interpretoj në forma të ndryshme. Mendimi im është personal që shqiptarët duhet të hiqen nga të gjitha institucionet dhe të insistojnë që të bashkëbisedojnë për këto 4 elemente, siç është bashkësovraniteti, bashkëbarazia dhe pjesa e bashkëbarazisë ekonomike, ushtarake dhe kështu me radhë. Nuk është vetëm çështja se çfarë tha kryeministri. Nëse marrim përballë të gjitha punësimet që aktualisht janë bërë në gjitha institucionet, prej 30, 20, 21, 35 kështu me radhë, asnjë shqiptar, qoftë në avancime, ju keni përcjellë dhe i dini saktë. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë me të cilën politika shqiptare është dëshmuar se është e kapur apo nuk reagon në kohën dhe në momentin e duhur, dhe prandaj unë besoj që kjo protestë është një rilindje e re e shqiptarëve në Maqedoni dhe përkraja duhet të jetë nga të gjithë dhe të jepet mundësia që të shprehin studentët të gjitha ato punë që fatkeqësisht edhe ne si prindër të tyre nuk arritëm ta bëjmë maksimumin.
Profesor, po për qëndrimet politike se kemi parë këto ditë si BDI-n, si Vlenin, duket se të dy emrat janë në një dështim, sepse edhe Vleni përbëhet nga njerëz që kanë qenë te BDI-a për shumë vite në kryetare të tjera. Por si e keni parë në këtë rast? Po bën më shumë dëm apo mirë studentëve? Tani për kraja, unë jam që studentët të kenë rolin unifikues të gjithë shqiptarëve, pa dallim politike, feje, kështu me radhë, të jetë në përkraj. E tani e keqja është se gjithmonë ata që fshehurazi i bëjnë dëm shqiptarëve, insistojnë që edhe këtë reagime të studentëve ose ta pronësojnë si të tyre nëse kështu me radhë. Mirë po dihet se këto nuk janë burime që vinë nga shqiptarët, po janë burime të sigurisë së përgjithshme që dinë shqiptarët e kanë studiuar mentalitetin që nëpërmjet formave të ndryshme të mbajnë peng. Dhe kjo që ndodh aktualisht, unë nuk shoh që shqiptarët kanë ndonjë motiv ose element që të jenë pjesë përbërëse e këtyre institucioneve, sepse këto institucione janë ata që prodhojnë nacionalizëm, përbuzje, cënim të dinjitetit dhe është shumë e padrejtë dhe jo rastësisht edhe unë tani më kam marrë një iniciativë që të procesohet marrëveshja e Ohrit dhe të demaskohet të gjithë ai nacionalizmi institucional nëpërmjet faktorit ndërkombëtar, sepse është fatkeqësia që ne shumë pak reagojmë në nivelin ndërkombëtar. Dihet se për garancën e këtyre të drejtave kombëtare ishte faktori ndërkombëtar, siç është Parlamenti, Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA. Mirë po ne si faktor shqiptar nuk kemi bërë asnjë ankimim se nuk sillen në marrëveshjen dinjitoze pala maqedonase. Dhe tani më jota që i ka marrë dhe i ka dëmtuar ose minimizuar të drejtat që buronin nga kjo marrëveshje, po tani kohëve të fundit ka një përbuzje dhe një cinizëm me të cilën drejt për së drejti është edhe shpreha e studentëve që ka qenë dhe është e padurueshme. Profesor, po qëndrimi i tyre si garant të kësaj marrëveshje pra ndërkombëtarëve si ka qenë nga ajo që ju keni biseduar? Me këtë që keni dërmuar. Pikërisht në bazë çështjeve të Kopenhagës ose konventave ndërkombëtare publike, gjithmonë kur bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, 3 elemente përbëjnë një marrëveshje. Ti themi dy gjërat janë shumë rëndësi ku janë prioritetet dhe dështimet. Në nivelin ndërkombëtar, kur bëhet marrëveshja, çdo marrëveshje duhet të ketë 3 elemente. Elementi i parë është pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Dasë për fillimin e marrëveshjes. Dhe në këtë rast, kur ulet për të biseduar, nuk donin të ulen as shqiptarët të Maqedonisë. Mirë po ishte faktori ndërkombëtar, ai që bindi shqiptarët dhe të ulen të bashkëbisedojnë me Maqedonisin, por të bashkëbisedojnë si palë të barabartë. Dhe këto elementet e barazisë nuk kupton të pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Barazia me palëve ishin armët, ishin shqiptarët e ishin tërmatosur dhe maqedonasit tërmatosur. Dhe në këtë rast, momentin që filloi të realizohet marrëveshja, u bë dorëzimi i armëve. Momentin që u bë dorëzimi i armëve, u prish marrëveshja. Dhe tani ne duhet nga e para të procesojmë në Komisionin Evropian dhe të dëshmojmë se të gjitha këto pengesat që bën. Unë marr vetëm një rast, për shembull kjo aparatura teknike e balancerit, që është e paguar nga Bashkimi Evropian, ka një vlerë mbi 2,5 milionë euro, dhe fatkeqësisht askush nuk reagon për çështjet shqiptare. Më thonë edhe vetë faktori ndërkombëtar nuk është korrekt, sepse ata kanë siguruar dhe nga ana tjetër gjitha komunikimet që i bëjnë në nivelin e ndërkombëtar, bëjnë vetëm në gjuhën maqedonase. Marrëveshjen e Ohrit kanë qenë që gjithë gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare edhe në nivelin e brendshëm edhe në nivelin e jashtëm, mirë por në përpilimin e ligjeve gjithmonë i kanë minimizuar. E them këtë sepse tani ne duhet të shprehim këto, ti themi pakënaqësi, që burojnë nga aparati shtetëror, që ai vazhdimisht i godet këto vlera,
Dhe mund të themi se tani më nëpërmjet ligjit e kanë kthyer situatën në pavarësinë e Maqedonisë, kur pa drejtësisht shqiptarët u lanë jashtë aspektit kushtetues. Dhe kjo ne për ta dëshmuar këtë, është e paraparë që minimumi të mblidhen 1050 firma, të dorëzohet institucioneve relevante, dhe atëherë ato do të kenë detyrim që të krijojnë një komision për t'i parë këtë që e themi ne. Sepse ne gjithmonë i kemi rrugët më të vështira, sepse nuk ndihmohemi nga vetë brenda dhe politika jonë, sepse gjitha raportet që dorëzohen në Bashkimin Evropian dhe institucionet ndërkombëtare nuk jepen vërejtje me shkrim se si është gjendja e shqiptarëve. Dhe tani si jemi të detyruar që t'i bëjmë ato të njëjtë. Mirë atje që nuk ndihmoni, po nga Tirana dhe Prishtina, si e keni ndjenjen të ndihmuar? Ju e shikoni që janë pranë jush edhe në këto momente, sepse dy qeverit kanë reaguar për situatën në Izrael, në Lindjen e Mesme, më the thash, por ndërkohë që mirë, tani situata nuk është në interesin e përgjithshëm politik, por pa marrë parasysh në çfarëdo situate të drejtat individuale dhe kombëtare, të drejtat nuk jepen dhe nuk dhurohen, ato vazhdimisht duhet të mbrohen edhe të sensibilizohet opinioni atë sa është mundësia. Unë nga ana tjetër, përse përket qëndrimeve të Kosovës edhe Shqipërisë, unë besoj që me përzierje të ndryshme, më shumë kanë shkaktuar dëme shqiptarëve jashtë shtetit shqiptar dhe jashtë Kosovës, dhe prandaj unë besoj që shqiptarët kudo që jetojnë në vendet e tyre kanë aftësi dhe mundësi për të mbrojtur të drejtat e tyre kolektive. Unë nuk mund ta kuptoj drejt presidenti i një shteti shqiptar dhe thosë se shqiptarët janë shtet formues, dhe nga ana tjetër për ta lexoni kushtetutën e Maqedonisë, ajo nuk i njeh shqiptarët, por vetëm i trajton si përtindje. Ndërsa nga ana tjetër Shqipëria duhet të ketë pretendime territoriale siç është manastiri dhe çështje tjera ose komplet manastiri që është diametralisht qëndrimet e politikës shqiptare, dhe ato janë fajtor të kësaj situate, sepse kur goditet gjuha, goditet kombi. Dhe kur goditet kombi, duhet ketë reagime. Ne nuk kemi nevojë që të marrim rastet e tjera, shohim kohëve të fundit, kur përplasja që ishte me serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, menjëherë reagoi Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian i ndihmoi dhe vetë Edi Rama kur insiston që shqiptarët të shkojnë në Europë nëpërmjet Beogradit. Pra them është një rrim slave e cila vazhdimisht po godet format tona, mirë po to goditje slave fatkeqësisht ndihmohen nga udhëheqësit tanë edhe nga ne, me dije apo pa vetë dije. E kjo është një trekëndësh e cila shprehen në politikën e përgjithshme në Ballkan. Ju e patë se tani më Beogradi ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në mënyrë të heshtur në Maqedoni dhe insiston tash atë gjuhë që e flet Beogradi, si duket e flet Shkupi dhe Tirana, sepse ata duan një rrugë të përbashkët që nëpërmjet Beogradit të arrijnë të drejtë, dhe kjo nuk kupton një kthim i shekullit pastë. Prandaj unë besoj që kjo protestë që bëhet sot i përmblet gjitha këto indikacione, sepse jo mund t'i humni një kombi si çumën e shqiptarëve, mirë po nuk mund t'u mohoni të drejtat themelore dhe natyrore. Profesor, edhe gjë të fundit kam, duke pas parasysh atë që ka ndodhur, këtë që është aktualisht. Mendoni që në vazhdim, shikoni që do ketë një tërheqje të qeverisë, do kemi një zinxhir, një reakcion kjo e studentëve që do ndiqet edhe nga fakultetet e tjera, apo fund fare ndoshta edhe nuk mund bashkëjetojnë me njëri tjetrin, nuk e duan maqedonasit shqiptarë të bashkëjetojnë dhe mund shkojmë tek ajo pikë e marrëveshjes së orit që mund kërkojnë që të shkëputen. Po, fatkeqësia është se jo vetëm si shkëputje, por është problemi se profesorët tanë në përgjithësi shpeshherë kur vijnë këto edhe intereset e brendshme edhe të jashtëm, nuk preket problemi real, sepse kur janë subjekte në qeveri thuan në është gjithçka rregull, kur dalin në pozitë atëherë i shohin të drejtën reale. Po pa marrë parasysh sa munden këto subjekte të durojnë për këtë çështje, përgjendja faktike detyrimisht shqiptarët të krijojnë një marrëveshje të re me maqedonasit, dhe për të bërë kjo e njëjta, unë besoj që do ta ndihmoj këtë çështje, do të shkojmë në faktorin ndërkombëtar
për të sensibilizuar, sepse kjo është e padrejt dhe nuk mund të kemi për shembull 10% në Kosovë të një minoriteti dhe nga ana tjetër komplet shteti përbëhet nga shqiptarët dhe vetë faktorin ndërkombëtar sikur nuk i ka të drejtat unifikuara dhe unjësuara që të merret një qëndrim për kombet që jetojnë në vetet në trojet e tyre, mirë që administrohen nga aparatet slave në përgjithësi. Dhe fatkeqësisht qeveritë slave në Ballkan janë shumë të koordinuara, duke inkuadruar këtu edhe fetë ndryshme ortodokse të tjerat që drejt për së drejti gjejnë segmente se si ti minimizojnë të drejtat kombëtare, sepse në Ballkan gjithmonë goditet elementi kombëtar. Në për elementet ndryshme, qofshin ato fetare, kështu me radhë, shohim se gjithmonë po goditet ky sens dhe nga ana tjetër ne nuk kemi si të mbrohemi. Prandaj ne kërkojmë që gjuha të jetë institucionale, institucionet të flasin mbas asaj sa jemi ne taksa pagues, për arsye se nëse nuk korrespondojnë të drejtat e taksave me të drejtat dhe detyrimet, atëherë pse duhen të jenë detyrimet kur nuk ekzistojnë të drejtat. Profesor, ju jeni një zë i fortë për të drejtat e shqiptarëve aty, brenda edhe jashtë vendit, dhe unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për çështjet që trajtuam. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit, nësia është e jonë.